dashur kryetar Ali Ahmeti, kryetar Taravari, kryetar Skender Xhepi Zedi, shefa të shtabeve komunale Ridvan Sulejman Arsim, kryetari i komunës Likovës zoti Arkan Arifi, kryetari i arshëm i komunës Likovës. Vëllezër e motra, pra nga kjo sallë flet zemra e shqiptarëve, nga kjo sallë do të thoshte zoti Ahmeti flet zemra e shqiponjave. Ashtu këtë bashkim tonin do t'i shkonte për shtatë thënia e Nelson Mandelës, i cili në një rast të theksoi se kur njerëzit bashkohen për një qëllim të drejtë, askush s'mund t'i ndalë. Shembull më i mirë i këtij uniteti është Aleanca Kombëtare për Integrim. Shembulli më i mirë i bashkimit shqiptarëve për një kauzë të drejtë, për barazi, për dinjitet, është vetë Aleanca Kombëtare për Integrim. Prandaj sonte këtu nuk jemi vetëm për të promovuar kandidatët tanë për kryetar komune zotin Ajdini, listën e kandidatëve për këshilltar të prirë nga Bleremi Seni, por jemi për një qëllim edhe më të madh. Kumanova dhe Likova sonti i bashkohen ortekut të rilindjes kombëtare, Kumanova dhe Likova i bashkohen referendumit, e shkuar referendumit plebishitit kombëtar për kthimin e dinjitetit të shqiptarëve në Maqedoni. Ka politikan e parti politike të cilët thonë se qëllimi këtyre zgjedhjeve është që ta zhdukin partin ton politike nga skena. Ata duke kërkuar zhdukjen e një subjekti i cili ka legitimitetin e plot shqiptarëve, kërkojnë që të zhdukin zërin e vërtet politik të shqiptarëve. Por një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Më 19 tetor do ta marrin përgjigjen. Gjithashtu ka politikanë të obsesionuar pas zotit Ali Ahmeti, të cilët kërkojnë pensionimin e tij politik, largimin nga skena politik. Vëllezër e motra, një porosi edhe nga Kumanova. Ali Ahmeti nuk e ka në plan pensionohet. Ali Ahmeti ka shumë punë për para për të bërë, ka për detyrë për të taquar në vend kauzën tonë për drejtësi, barazi, dinjitet e progres në vendin tonë. Ata të cilët flasin kështu, flasin me zërin e frikës. Kanë frikë nga shqiptarët, nga uniteti shqiptarëve, nga vota shqiptare. Po pse mos themi, kanë frikë nga Aleanca Kombëtare për Integrim në këtë zgjedhje. Prandaj, më 19 tetor, të gjithë së bashku me një zë të themi, ne nuk zhdukemi, ne nuk heshtim, ne shqiptarët vetë do t'i zgjedhim përfaqësuesit tanë politik. Dhe në këtë plebishit kombëtar, më 19 tetor t'u japim përgjigjen. Ju falimderit e na prifte mbara.